Po sikur t'ju thoja se disa nga idetë më të fuqishme strategjike, ato që formsojnë botën tonë, nuk vijnë nga ndonjë laborator modern, por nga një libër i shtruar 500 vjet më parë, pikërisht për këtë të flasim sot. Do të zhytemi thellë në diskursin mbi livin të Machiavellit për të kuptuar se si mençuria e Romës së lashtë mund të na mësojë gjithçka për lojrat strategjike, ato me një horizont vërtet të gjatë. Pra, jas si do ta zbërthejmë këtë. Fillimisht, do të shohim pse Machiavelli u kthye pas në kohë për gjetur ide kritikisht të reja. Më pas, do të përballemi me dy koncepte që janë në zemër të gjithçkaje, virtu dhe fortuna. Pastaj, do të shpalosim planin konkret që ai zbuloi të suksesi i Romës, dhe në fund, do të ndjekim gjurmët e këtyre ideve deri në ditët tona. Gati? Mirë, le të fillojmë me një pyetje që duket pak e çuditshme. Pse një mendimtar i rilindjes, një epoke e shpërthimit të seres, ktheu kokën pas drejt së vjetrës? Po, përgjigjja është e thjeshtë, sepse problemet e tij ishin aq të mëdha saqë kërkonin zgjidhje rrënjësore. Kjo fjali në thelb përmbledh të gjithë metodën e Machiavellit. Ai pa rreth e rrotull një Itali të përçarë, të dobët, prej e lehtë e fuqive të huaja. Dhe në vend që të shpikte një teori të re nga hiçi, ai bëri diçka më të zgjuar. Kërkoi një model që kishte funksionuar tashmë dhe e gjeti te historia e Romës. Dhe duhet ta kuptojmë këtë. Për Machiavellin, vepra e livit nuk ishte thjesht një libër historie për t'u lexuar para gjumit, jo, ishte një laborator i pafund. Ai po i bënte një autopsi politike perandorisë më jetë gjatë dhe të suksesshme në histori, duke kërkuar kodin gjenetik të pushtetit të qëndrueshëm. Dhe ajo që zbuloi ishte një kontrast tronditës. Në njërin anë, Fiorencia e tij, e korruptuar, e lëkundur, gjithmonë në mëshirën e fatit. Dhe në anën tjetër, Roma e hershme republikane, me institucione të hekurta, e guximshme dhe mbi të gjitha, Zoti fatit të vet. Pikërisht kjo diferencë ishte çelësi i gjithçka. Ky kontrast na çon drejt në zemër të mendimit të Machiavellit, te betejë e përjetshme midis asaj që mund të kontrollojmë dhe asaj që s'mundemi. Ai i vuri emra këtyre forcave, virtu kundër fortunas. Le të flasim fillimisht për fortunën. Imagjinoni historinë si një lumë të rrëmbyeshëm, i paparashikueshëm, i fuqishëm, herë i qetë, herë shkatrimtar. Kjo pra është fortuna. Janë të gjitha ato forca ngjarje rrethana që janë jashtë kontrollit tonë të drejtë për drejtë. Dhe si përballesh me një lumë të tillë? Po, me virtu. Dhe kujdes, kjo nuk ka lidhje me virtytin moral, pra ti jesh njeri i mirë, as pak. Virtu për Machiavellin është shkahtësia strategjike, është guximi, mprehtësia, vullneti për të ndërtuar diga, për të hapur kanale, për të lundruar në rrymat e fortunas dhe për t'i kthyer ato në favorin tënd. Pra, ja ku qëndron thelbi. Sipas Machiavellit, suksesi marramëndës dhe jetë gjatë i Romës nuk ishte thjesht fati verbër. Jo, ishte rezultati një kultivimi të vazhdueshëm dhe sistematik të virtus, si tek individët ashtu edhe në vetë strukturën e republikës. Në rregull, por si duket kjo virtu në praktik? Si përkthehet nga teori në veprim? Këtu Machiavelli bëhet genial. Ai nuk ndalet te filozofia, ai nxjerr një plan të mirëfillt, një manual direkt nga historia e Romës. Ai ndau këtë manual në 3 pjesë, në 3 shtylla themelore që sipas tij mbanin në këmbë gjithë ndërtesën e fuqisë romake. Le t'i marrim me radhë, sepse secila është një mësim më vete. E para dhe ndoshta më e rëndësishme, institucionet. Roma nuk ishte thjesht një monarki, apo një aristokraci, apo një demokraci. Ishte një përzierje të trejave. Dhe ky ekuilibri brisht, ky tension i vazhdueshëm mes konsujve, senatit dhe tribunëve, krijoi diçka të mrekullueshme, stabilitet afatgjat dhe aftësi për të vepruar shpejt kur ishte e nevojshme. Shtylla e dytë, zgjerimi. Për Machiavellin, një republikë që nuk zgjerohet është një republikë që vdes. Roma e kuptoi këtë më mirë se kushto. Ajo nuk priste që rrezikut i trokiste në derë. Jo, ajo dilte dhe e kërkonte betejën, por sipas kushteve të saj. Ishte gjithmonë në sulm, duke e formësuar mjedisin rreth vetë. Dhe këtu fshihet një nga vëzhgimet më të mprejta. Roma bënte dallimin mes luftës së kufizuar dhe luftës totale. Qëllimi i saj rrallëherë ishte shfarosja e armikut. Përkundrazi, qëllimi ishte ta nënshtronte dhe ta integronte, të shndronte armiqtë e dieshëm në aleatët dhe qytetarët e së nesërmes. Një strategji shumë e zgjuar dhe më e qëndrueshme për një lojë të gjatë. Dhe së fundi, shtylla e tretë, liderët, sepse institucionet e forta nuk bëjnë punë pa njerëz të mëdhenj që t'i drejtojnë. Roma krijoi një sistem që prodhonte lider të tillë, ushtarë që luftonin për atë dheun, jo për para, dhe general të shkëlqyer me autonomi të plot në fushbetejë. Por,
Dhe ky por është vendimtar, ata shërbenin për mandate fikse, për të mos lejuar që ambicia personale të shkatronte Republikën. Mirë, e gjithë kjo është fascinuese për Romën, por ç'lidhje ka me ne sot? E po përgatituni sepse jehona e këtyre ideve është kaq e fuqishme dhe kaq e gjatë sa që arrin deri në themelimin e njërës prej fuqive më të mëdha të botës moderne. Së pari, duhet kuptuar se sa revolucionare ishte kjo ide. Lufta është thjesht një mjet i politikës. Qëllimet politike afatgjata duhet të diktojnë gjithmonë veprimet ushtarake afatshkurtra. Ky parim që Machiavelli e nxori nga studimi i Romës është sot guri i themelit i çdo akademie ushtarake në botë, shekuj para se dikush si Clausewitz ta bënte të famshëm. Por askund nuk është kjo trashëgimi më e qartë se sa në themelimin e Shteteve të Bashkuara. A është e mundur që etrit themelues të Amerikës po lexoni manualin e Machiavellit? Përgjigjja është një po e prerë. Mjafton të lexosh fjalët e Alexander Hamiltonit. Ai flet hapur për ndërtimin e një perandorie republikane. E dëgjoni? E fortë në institucione, e fortë në ushtri. Kjo nuk është thjesht një fjalim politik, ky është plani romak i Machiavellit, i zbatuar në kontinentin e ri. Mendoni pak për historinë e hershme amerikane, koncepti i ushtarit qytetar, zgjerimi i pandalshëm drejt perëndimit. E gjithë kjo trajektore duket si një kapitull modern i diskursit, duke vërtetuar tezën e Machiavellit se republikat e forta dhe të shëndetshme janë natyrshëm ekspansive. Dhe kjo në sjell në mënyrë të pashmangshme tek e sotmja, ku shohim sfidat globale me të cilat përballemi dhe ndryshimet në strukturat tona politike e ushtarake, lind një pyetje e madhe. Po të ishte gjallë sot, a do të shihte Machiavelli te ne virtun romake që admironte aq shumë, apo do të shihte hi dhe korrupsioni dhe paqëndrueshmërisë që e tmerronin në Firencën e tij? Kjo është pyetja që na lën një libër i vjetër 500 vjeçar dhe që mbetet jashtëzakonisht aktuale.